Një tjetër shkollë shqipe hapet në Londër. Një shkollë e re e gjuhës shqipe ka nisur zyrtarisht aktivitetin e saj në Londër, duke zgjeruar më tej arsimin shqip në diasporë. Shkolla shqipe Aleksandër Xhuvani ka filluar punën me 31 janar duke ofruar mësim të strukturuar të gjuhës shqipe për të rinjt shqiptar që jetojnë dhe studiojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Programi i saj përfshin mësimin e gjuhës shqipe, njohjen me kulturën, historinë dhe traditat shqiptare. Hapja e shkollës është mbështetur nga Qendra e Botimeve në Diasporë, si dhe nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë dhe Ambasada e Republikës së Kosovës në Londër, të cilët kanë kontribuar dhe me pajisjen e nxënësve me libra zyrtar të gjuhës shqipe. Sipas organizatorëve, shkolla është e hapur për t'u përgjigjur kërkesës në rritje të komunitetit shqiptar në Londër për arsim të rregullt në gjuhën anëtare dhe për ruajtjen e identitetit kulturor ndërbreza. Përveç mësimit fizik, shkolla ka njoftuar se do të ofrojë edhe klasa online në platformën Zoom me qëllim përfshirjen e nxënësve që nuk kanë mundësi pjesëmarrje fizike. Mësimi online do të zhvillohet çdo të shtunë nga ora 12 deri në orën 14 me orën lokale të Mbretërisë së Bashkuar.